Qoftë lëvduar Izu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e premte dhe jemi në javën e 7 të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java 3 e psalterit. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Eja o shpirt krijues, shih mendjet e të tuve, mbushi me hir të epër zemrat që ti krijove. Ti thirrësh ngushëllimtar, dhuratë hyjte të lartë, gurë gjallë, zjarr dashuri dhe mirosje shpirtërore. Ti me dhuratë të shtatfisht, ti gishti së djathtë së hyjit, premtim i mirëfillt i Atit, me fjalë pasurues gojesh. Ti ndizja dritës shqisave, reshu dashurin zemrave, dobësitë e trupit ton gjithnjë në virtyt forcoj. Sa më larg dëbo armikun, sa më shumë dhuroje paqen, nën prijën tënde edhe ne të shmangim çdo dëmtim. Në për ty ta njohim Atin, e t'ja njohim edhe Birin, në të ty ju dhe në shpirtin, të besojmë në të gjitha kohët. Amen. Antifona e parë, unë jam Zoti që të shpëton, unë shëlbuesi yt. Aleluja. Psalmi 135, pjesa e parë. Lavdërojeni Zotin që bën mrekulli. Lavdërojeni emrin e Zotit, lëvdojeni ju o shërbëtorët e Zotit, që qëndroni në shtëpinë e Zotit, në oborret e shtëpisë së hyjit ton. Lavdëroni Zotin sepse i mirë është Zoti. Këndoni emrit të tij sepse është i ëmbël, sepse Zoti e zgjodhi Jakobin për vete, Izraelin për pronën e vet. Unë e di mirë se i madh është Zoti, hyji ynë është mbi gjithë hyjt. Gjithçka që Zoti bën në qiell e në tokë, në det e në të gjitha humnerat. Bën të mblidhen ret prej skajeve të tokës, me vetëtima e prodhon shiun, erën e nxjerr nga vendet e strehimit. Ai Egjiptit ja mbyti të parlindurit, si të njerëzve, ashtu edhe të baktive. Bëri shenja e mrekullimit disteje o Egjipt, kundër faraonit e të gjithë shërbëtorëve të tij. Shfarosi një numër të madh paganësh, vrau sa mbretër të fortë, Sehonin mbretin e Amorrejnëve, e Ogun mbretin e Basanit, i roposi të gjitha mbretëritë e Kanaanit. E tokën pronën e tyre, i dha Izraelit, popullit të vet, për trashëgim. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë jam Zoti që të shpëton, unë shëlbuesi yt. Aleluja. Antifona e dytë, bekuar qoftë mbretëria që vjen, qoftë bekuar i biri i Davidit. Aleluja. Psalmi 135, pjesa e dytë. Vetëm Zoti është i madh dhe i amshuar. O Zot, emri yt është i madhërueshëm. Kujtimi yt o Zot prej breznie në brezni. Zoti e mbron popullin e vet. Ka mëshirë për shërbëtorët e vet. Idhujt e paganëve janë are argjend, prodhim i duarve të njerëzve. E kanë gojen, por nuk flasin. I kanë sytë, por nuk shohin. I kanë veshët, por s'dëgjojnë. As nuk kanë frymë në gojen e tyre. Por si ata do t'jenë edhe ata që i punuan, të gjithë ata që shpresojnë ata. Shtëpia e Izraelit bekoje Zotin, shtëpia e Aronit bekoje Zotin, shtëpia e Levit bekoje Zotin, bekojeni Zotin të gjithë ju që e druani Zotin. Nga Sioni qoftë bekuar Zoti, që banon në Jerusalem. Aleluja. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Bekuar qoftë mbretëria që vjen, qoftë bekuar i biri i Davidit. Aleluja. Antifona e tretë. Ti këndojmë Zotit sepse ai është me të vërtetë i madhërueshëm. Aleluja. Kënga krahasojmë librin e zbulesës,
himn, adhurimi dhe lavdi. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot hyj, o i gjithë pushtetshëm. Të drejtat dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty, o Zot, dhe kush të mos e lavdëroj emrin tënd? Ti i vetmi je shejti, Të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje. sepse gjyqjet e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ti këndojmë Zotit, sepse ai është më të vërtet i madhërueshëm. Aleluja. Leximi i shkurtër marr nga letra e Shën Palit drejtuar Galatasve kapitulli 5. Jetoni në ndikimin e shpirtit shenjtë e nuk do t'i kryeni dëshirat e mishit e të gjakut. Kurse fryti i shpirtit është dashuria, hareja, paqja, duresa, dashamirësia, mirësia, besnikëria. Nëse jetojmë në ndikimin e shpirtit shenjtë, të udhëheqemi edhe në drejtimin e shpirtit shenjtë. Do ta ul shpirtin e vet mbi çdo njeri. Aleluja, aleluja. Do ta ul shpirtin e vet mbi çdo njeri. Aleluja, aleluja. Do të bëj mrekulli në qiell e mbi tokë. Aleluja, aleluja. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Do ta ul shpirtin e vet mbi çdo njeri. Aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Me Marin, nënën e Jezusit, nxënësit ishin të përqendruar së bashku në lutje. Aleluja. Kënga e Virgjës së Lumë sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohorit hyit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqem mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenareve, i rrëzoj princat prej fronëve të tyre, e i lartësoi të përvujturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duarthat, i ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshiren, si u apati premtuar e tërveton. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Me Marin, nënën e Jezusit, nxënësit ishin të përqendruar së bashku në lutje. Aleluja. Hyja dëshiroj që edhe mbi pagan ta dërgoj dhuratën e Shpirtit Shenjtë. Të lutemi që edhe në kohën tonë të përtrihen veprat e rëshajve. Dërgoje mbi ne shpirtin tënd, o Zot. O atë, ti që bëre të ndriçoj në terrin e botës drita e Birit tënd. Zbuloje para paganëve të sotëm shkëlqimin e së vërtetës sate. Dërgoje mbi ne shpirtin tënd, o Zot. Ti që e shentrove Birin tënd në Shpirtin Shenjtë si Mesi dhe shëlbues. Bëj që ai të kaloj edhe sot në mesin ton duke e bërë mirë dhe duke i shëruar të gjithë. Dërgoje mbi ne shpirtin tënd, o Zot. Na e fal në shpirtin tënd dritën e zemrave. Forcojau fen atyre që dyshojnë. Dërgoje mbi ne shpirtin tënd, o Zot. Na e dërgo shpirtin tënd pushim në mundim. Ngriti ata që i mundi lodhja dhe jeta pa shpresë. Dërgoje mbi ne shpirtin tënd, o Zot. Plotësoje shpresën e vëllezërve tanë të vdekur. Që në ardhje të Krishtit të marrin pjesë në lavdi dhe në ngjallje. Dërgoje mbi ne shpirtin tënd, o Zot. Ati ynë që je në qiell, u shejtrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë,
e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hyj, ti e lavdërove Krishtin dhe na shndrite me shpirtin shejt, për të na e hapur derën e amshimit. Po të lutemi që, si pjesëtar të të gjithë kësaj mirësie, të kemi fe më të gjallë e të shërbejmë më me gatishmëri në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me shpirtin shejt Hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.